A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, salatu dhe selam i dërgojmë. Nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e tretë duke shpjeguar për biografinë e Imam Ebu Hanifës rahimahullahu taala. Kemi thonë që këto ligjërata që do t'i mbajmë për 4 imam, ndoshta nuk janë të mjaftueshme për me tregu realitetin e tyre, ose për me tregu devotshmërinë ose personalitetin e tyre ashtu siç e ka pas. Mirë, po inshallah sa do pak përmes këtyre derseve do ta kuptojmë realitetin e jetës së tyre, larg çdo paragjykimi, larg çdo shpifje që ka bë për gjatë shumë gjeneratave që kanë qenë para nesh. Prandaj sot inshallah do të flasim diçka rreth mençurisë së Imam Ebu Hanifës. Pra në ligjëratën e kaluar kemi folur për devotshmërinë e tij, sot do të flasim pak për kthjelltësinë, mençurinë e Imam Ebu Hanifës rahimahullahu taala përmes disa shembujve. Po para se mi përmend këtë ngjarje, vetëm po duam të tregu se çka kanë thonë imamët e tre mëdhëbëve lidhje me Imam Ebu Hanifën. Pra çka ka thonë Imam Maliku, Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi për Ebu Hanifën. Sa i përket Imam Malikut është pyet se Imam Maliku e ka taku Ebu Hanifën. Përkundër Imam Shafiut dhe Imam Ahmedit që kanë lind pasi që ka vdekë Ebu Hanifja. Është pyet Imam Maliku se e ke taku Ebu Hanifën, ka thonë po, edhe kam debatuar me ta. Edhe është pyet se cili ka qenë gjykimi ndaj tij, ka thonë Imam Ebu Hanifja ka qenë asnjëri i fortë në argumentim, saqë po të thonte për një shtyll që është nga druni ose nga betoni, që është nga ari, kishte me ta mush mendjen për shkak të fuqisë të argumentimit që e ka pas. Pra aq Zoti ka dhënë dije, aq shumë Zoti ka dhënë mençuri, saqë me bë me anis më ta argumentu për një shtyll që është e betonit, që në realitet është e betonit, mirë thot është nga ari, edhe fillon më ta argumentu, kish me ta mush mendjen për shkak të asaj fuqie së argumentimit që ja ka dhënë Allahu. Dorsa Imam Shafiu ka thënë njerëzit janë të varfër ndaj fikhut të Imam Ebu Hanifës. Dorsa Imam Ahmedi rahimahullahu taala ka thënë për Ebu Hanifën nuk ka krahasim në raport me dijen, devotshmërinë, asketizmit e Ebu Hanifës. Dhe ka thonë Allah e mëshiroft Ebu Hanifën nga se është të rahur me kamxhek vetëm për me pranu postën e gjykatës ose ka pranu. Pra këto janë thënjet e tre imamëve që kanë thonë për Ebu Hanifën. E kur themi tre imamët, e kuptojmë që Imam Ahmedi, Imam Maliku dhe Imam Shafiu kanë qenë prej dietarëve më të mëdhej të asaj kohe. E padyshim që ato nuk kanë fol për me marrë dikujt na qefet, mirë, por kanë fol për shkak se kanë njohur, domethënë, personalitetin e Imam Ebu Hanifës. Dalmi pak tek ataja. Imam Ebu Hanifa kemi thonë që ka shku shpesh herë në haxh. Prej moshës 16 vjeçare derisa ka vdek, e ka kryer 55 herë haxhin. Edhe çdo herë që ka shku në Mekë, ka pa dietar të ndryshëm, edhe ka debatuar me të, ka fol me të. Njëri prej tyre ka shku dhe ka diskutuar me Imam Ebu Hanifën. Duke qenë se në vendin ku ka jetuar Ebu Hanifa ka pas fraksione të ndryshme, ka pas Havarij, Mu'tazili, lloj fraksioni ka pas. Shia kështu me radhë, ataja po e pyet Ebu Hanifën se cilit grup i përket. Po cilit grup i përket, nga se kanë çu fjalë se për Ebu Hanifën duke shpif, duke akuzuar se është i devijum. Ebu Hanifja ja kthen një përgjigje, jo duke i tregu se a jam selefi, a jam kështu, mirë po i tregon disa baza që dallon me fraksione. Ka thonë, unë jam prej atyre njerëzve që nuk i ofendoj sahabët, duke e kundërshtuar shijat. Pra shijat ose havarisht janë prej atyre që i ofendojnë sahabët. Dhe unë jam prej atyre njerëzve që e besoj kaderin dhe jam prej atyre njerëzve të cilët nuk i shpallin qafira pa besimtar njerëzit për shkak se kanë bërë mëkate. Pra përmes kësaj fjale e tregon besimin e tij që e ka në raport me Islamin. Është e qartë. Pra për me kundërshtuar dhe me heq çdo lloj paragjykimi ndaj atyre që kanë ndaj Ebu Hanifës, i përmend 3 baza të rëndësishme që kanë deviju, më thon fraksione të ndryshme të kaluara. Sa i përket Ebu Hanifës edhe devotshmërisë së tij, ja vlen me përmend vetëm një ngjarje. Shikoni sa ka qenë, domethënë ju ka harruar dyshimit në ngrënie, e çish ka mundësi mos me jurujt dyshimit në dije. Pra Imam Ebu Hanifja thonë që ka dhënë dije, domethënë ka dhënë fetva pa dije, pa argumente. Ku në Imam Ebu Hanifës është vjedh një djele. Është hap lajmi që është vjedh një djele. Edhe Imam Ebu Hanifja po i të bën njerëzit edhe po i vet. Cili prej juve këto është, me thonë, ekspert i kësaj lëmije, që mirët me dele, me rujtën e tëre, quhet njëri dhe të tonë.
Thot sa ka mundësi me jetu një dele mas shumëti. Thojnë 7 vjetë. Ebu Hanifja thot, prej ditës sotit, thot deri në 7 vite, nuk kam e shti në gojën teme asë një copë mishit të deles. Edhe atë që ditën thonë, o imam, qysh pja ndalën vetës dhe qka Zotit e ka leju. Po kështu ku e ka kë mendjen, ku e ka imam Ebu Hanifja. Thot për shkak se kam frikë, që qike dele që është vjedh, ka mundësi që mishi saj me arrin në gojën teme. Para me gjasat për me hangë mishën e qësaj dele, janë 0.01%. Mirë po edhe pse ka 1% të vogël, tutët edhe largohet çdo lloj dyshimi. Pra ky ka qenë imam Ebu Hanifja. Tregohet se imam Ebu Hanifja ka pas debate ndryshme me ateista, me havarezh, me rafidi e kështu me radhë. Mirë po i përmendim disa prej më të rëndësishme, inshallah për me tregu mençurinë e tij. Sa i përket me ateistit, imam Ebu Hanifja kanë qenë disa njerëz të kaluamën që mi thonë ateista, e kanë mohu Allahun. Dhe kanë thonë që ne jemi kriju rastisht, dënja është kriju rastisht e kështu me radhë. Edhe imam Ebu Hanifja le ta kemë me ta për me debatu. Të kaluamën, më thonë, ai kryesori i asaj atij qyteti e ka bërë këtë organizim, edhe debati u kanë publik. Pra u bë në praninë të njerëzve. Edhe e lajnë takimin për me bën këtë debat. Imam Ebu Hanifja në çdo ditë që e kanë debatin vanohet me qëllim. Pra nuk shkon në orar, mirë po vanohet. Sa që ato e humbin durimin. Momentin që shkon imam Ebu Hanifja, fillojnë edhe me ofendu. Mirë po imam Ebu Hanifja thot, o nuk ishte e qëllimshme kjo. Thot, unë jam nisë në kohë. Mirë po prej shtëpisë të me arrit deri te ky vend, është një lum që na ndon. Edhe thot, shkohet tek ai lumi, nuk ishte asnjë anije, këtë herë ka pas taksi anije. Thon, ka pas anije të vogla që kanë punu me parë. Thotë nuk ishte pas asnjë lloj anije për më qit këtë anën knena. Edhe thot prita duke prit mos po vjen ai kosh, thot veç kur e pas që një pemë u prej, vetvetijo, një pemë e madhe u prej. Thash një degë e vogël u bën si lloj bishti, edhe një krye sapatës po vjen edhe po bëhet sapat. Po bashkon bashk. Edhe thot filloi kjo sapata vetëm me prej atlisën, me prej, saqë i bani drasa shumë drejta, shumë të mira. Edhe fillon thot vishin do gozhda këne, drasat këne, derisa u formu vetvetijo një anije. Ta po se u formu kjo anije e vogël, thot hypan ta, edhe rastisht me tha, anija e dente destinacionin ten. Pra nuk më qoj as të poshtë, as të nejtë mirë, po më qoj qatë vend që dëshiresha me shku. Edhe thot erdha, e qëkja ke arsye pse u vanova. Tash ato këshirin ato ateistat në mes vetë, thonë, a më keni pru naj çmendur me debatu, apo më keni pru dietar? Thot pse? Thot ç'është ka mundësi një anije mu ndërtu vetvetijo. Thot këto prita me dal. Thot ju s'po besoni një anije kaq e vogël që ndërtuat vetvetijo, e po besoni që toka, qielli, dielli, hana, ky precizitet që është në hapësirë është kriju vetvetijo. Pra më njëherë përfundon debati. Pra këtë e ka bën për shkak që interesant është Ebu Hanifja çdo herë kur ka debatuar me ta, me të tjerë, i ka mujt qysh herën e parë. Nuk ka prit me debatu me zgjat debati me orë. Ja. Me një herë ka bërë një veprim që e ka rrëzu teorinë e tëre. Pra ky është si rast i mençurisë së Imam Ebu Hanifës. Po ashtu e ka edhe një debat tjetër me ateista, që ai përgjithësi i qytetit e ka organizuar një debat me ateista, mirë po me mësuesin e Imam Ebu Hanifës, me Hamadin. Tash Ebu Hanifja në qatë ditë, para se me morë vesh që ka debat me mësuesin e vet, e sheh një ëndër. Do të pash një ëndër çuditshme, një derë e godiste një pemë. Nga ajo pemë ra një deg mbi kokën e këtij derrit, edhe u largu ikë. U çudit nga kjo ëndër dhe direkt me shku me pyet mësuesin për komentimin e kësaj ëndre. Kur shkon e shef mësuesin e vet Hamadin shumë brengosur, shumë të mërzitur, thotë çka ki? Thotë e ka organizuar thotë emiri i këtij qytetit një debat me ateista, thotë edhe kam frikë me dal. Se ata s'ta besojnë Kur'anin as Sunetin. Qysh kam ja mushur në kryet me argumente atyre kur s'ma besojnë bazën e argumentimit. Thotë ata ku me di çfarë pyetje bojnë. Thotë Imam Ebu Hanifja e gjeta komentimin e ëndrës. Thotë ama lejon, thotë dal në debat me ta. Tha se kjo komentimi i ëndrës është këto derrat janë ata që se besojnë Zotin, nga se Allah në Kur'an të papastër i ka qujt pabesimtarët. Dhe thotë kjo pemë e madhe je ti, që ata po munduan me të godit. E çe e dega e vogël që komor dije prej te jamone. E po shpresoj që un kam i mujt ata. Thotë jo se je i ri, se Imam Ebu Hanifja ka pas, pse i ka kalut 20-tat. Pa në çet rast.
Thotë o mësos, thotë le mu se nëse u mujnë, thojnë e mujtë nxënësin. Pra nuk thojnë e mujtë hoxhën, po nëse i mujnë, thojnë nxënësin na mujtë. Para mënoj me pasar mësosit tina. Thotë anë në rregull. Del me këtë në debat dhe ja bojnë disa pyetje, mirë po i cekim vetëm 3 për shkak të kuptimit më të qartë. E vesën, thotë çka ka para Zotit? Çka ka pas para Zotit? Me Banifja thotë Allahu është i pari pa fillim, i fundit i pa mbarim. Po s'ka para Allahut kur gjë. Sa është e logjikshme thonë kjo çysh do të më pas diçka. Thotë Banifja merrni vesh matematika pak po. Thotë ju të këshë 4 veta. Para 4-shit cili numër është? Thotë 3-shi, para 3-shit 2-shi, para 2-shit 1-shi, para 1-shit ka numër? Thonë jo. Thotë kur numra s'pas ka para diçka, ç'ka mundsi me pas para krijuesit. Po ashtu ja bojnë një pyetje thonë Allahu po thoni që shejtanin e ka kriju prej zjarri. Xhenemi prej zjarri, thotë ju thoni ç'është ona, se na zbesojnë. Ç'është ka mundsi Allahu me zjarr me dënu zjarrin. Kur lënda është e njëjtë, ç'është ka mundsi mu dënu? Edhe i thonë na se shohim Zotin. Pra nëse besojmë Zotin, se shohim. Na argumento ose na ofro Zotin që ta besojmë. Imam Ebu Hanifja thotë për këtë dy pyetje ka nevojë pak për praktik. Ama mundsoni që më t'ja dhon përgjigjen praktikisht thonë po. Dalin mashane e merr një tull ose çerpe që kanë thonë në kohën e kaluar, një lloj bloku që është ndërtuar prej baltës. Edhe godet njënin prej tyre me këtë. Edhe fillon duke bërtitaj. Fillon me bërtitë me akuzuar kështu me radhë, thotë pa e dash përgjigjen. Unë po du praktikisht me dhon përgjigjen. Thotë balta, na besojmë që njeriu prej ardhmë e ka prej baltës. Tash ky bloku ose ky çerpiçi është prej baltës. A ndjet e dhimbjen edhe pse lënda është e njëjtë, njëri prej baltës, bloku prej baltës, pra u ndje dhimbja, apo? Përgjigjja e dytë, tha ti po thu që kam dhimbt, apo thu që kam dhimbt, po s'po ta shoh dhimbtën. Pra ma sjell dhimbtën që ta shoh të besoj që ki dhimbt, po thotë s'tregohet. E qysh të ti s'pe beson dhimbtën, do të thonë s'pe beson Zotin që ka shumë argumente që dëshmojnë për ta, e po dëshiron që më ta besoj që ki dhimbje. Pra ky ka qenë, do të thonë mençuria e Imam Ebu Hanifës. Sa i përket debatet të tjera që i ka bëu Ebu Hanifja, është edhe debati me havarisht. Havarisht në kohën e Ebu Hanifës kanë qenë shumë shpërndar. Vinë disa persona me 2 xhenaze. I kishin marrë 2 xhenaze edhe vinë tek xhamia ku ka ligjëruar Imam Ebu Hanifja. Edhe i thonë o Imam, thonë që ke gruaja qëto, që është xhenaze, thotë ka bërë shumë zina. Thotë edhe ka mbet me barë për shkak të zinas. Kur ka kuptuar që është me barë, e ka mbyt veten. Pra edhe zina, edhe ka mbyt veten, 2 gjuna të mëdha. Ky tjetër thotë është alkoliçar. Ka vdek derisa, do të thonë ka pi alkoolin derisa ka vdek. E ka zonë vdekja çdo gjendje. Thotë, a do të më afal xhenazën që të në 2 persona? Zinaçarët që po mytet edhe alkoliçarit. Imam Ebu Hanifja i thotë, këta a janë jehudi? Thonë jo. A janë krishterë? Jo. A janë zarbotista? Jo. Po thonë çka janë këta? Thonë janë musliman. Po jo vetë edhe atë përgjigjen. Thosë ç'është thotë Ibn Taymija, çdo kundërshtar i Ehlus Sunnetit ose çdo bidaxhi që quhet në fen ton, thotë e ki argumentin fjalët e tij. Do të thonë kundërpërgjigjen e ki në argumentimin e tij. Edhe këtë e shohin që më thonë s'ka mundësi me i kësaj se vetë dëshmon që janë musliman. Mirë po i thonë këta janë xhenem anë xhenet. Pra të kanë musliman. Po janë xhenet anë xhenem. Duhet me thonë Ebu Hanifën tash me thonë xhenet anë xhenem. Xhenet me thonë zinaçar, alkoliçar. Po në xhenem ose në thup se kanë pas besim. Atëherë Imam Ebu Hanifja thotë unë e them me fjalën e Ibrahimit alayhis salam që ka thënë faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ka thonë Ibrahimi, kush më pason mua është prej meje. Po kush nuk më kundërshton mua, ban gjuna të mëdha përveç shirkut, çështja e tij mbetet në dorën e Allahut. Allah është falës o mëshirues i madh. E thas besoj që këto janë kanë më të këqë se sa për çto ka thonë Ibrahimi alayhis salam. Dhe thot po ashtu thamë me thënien e Isait alayhis salam që ka thënë in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. O Zot, në qoftë se i dënon, thot robët e to janë. Po në qoftë se i fal prapë çështja është e te. Ti do të thonë je i fuqishëm për çdo sen. Edhe në këtë moment kur e shohin që s'kan zgjidhje, e pranojnë domethënë, pendohen edhe pranojnë diturinë e Ebu Hanifës rahmetullahi ta'ala alayh. Po ashtu ka qenë kohën e Ebu Hanifës njëri që ka shpif për Uthmanin duke thonë se Uthmani radhiyallahu anhu ka qenë jehudi. Uthmani ka qenë jehudi. Edhe Imam Ebu Hanifja shkon tek ky, edhe i thotë o filan kam ardhur me kërku dorën e vajzës tënde. Thot pa ai kthehet mbrapa kërkesa e një imame se ti. Thot jo për mua, po për një nxënës temin.
Thot kush do të qoftë, taja ke artist, ta kthejmë, me thonë kërkesën mbrapa. Edhe fillon Ebu Hanifa, thot kjo është nxënës shumë i mirë, shumë i dijshëm, hafiz i Kuranit, falet namaz natën, ta natën e fal hat me ban. Edhe fillon m'ia përmend cilësitë e mira shumë i pasur, thotë mjafton. Veç njënën ta kishte pas për këtyre cilësive mjafton çon më ta pranu kërkesën. Mirë po thotë e ka një të keqe. O thotë sa dush të kishja me pas, mos i pas ka çështë cilësi, thotë e pranueshme është kërkesë. Thotë mirë po kjo është jehudi. Ja, çish imam thotë kjo me kërku vajzën time për një jehudi. Thotë kjo zban, kjo punë zban. Thotë qysh ti nuk po e pranon me dhon vajzën tonë, një jehudis, e po ta merr mendja që pejgamberi alayhis salam ka pranuar 2 vajza tina me martu për një jehudia. Pra ti e më i mira pejgamberi alayhis salam. Uthmani 2 vajza e ka dhënë për gra. Thonë e ka dhënë njërin, i ka vdekë, ka dhënë pastaj tjetrën. Pra për çfarë arsye Uthmani radhiyallahu anhu quhet dhunurain, pronar i 2 dritave, pse se ka qenë i martuar me 2 vajza të pejgamberit alayhis salam. Edhe kjo bëhet sebeb që më thonë u pendu ky far personin. Po ashtu tregohet një rast, janë disa çesharake, për shembull ka njëri tek Ebu Hanifa dhe i ka thonë që dikush ma ka vjedh fazan i thonë, një lloj shpende që e ka marrë në kohën e tina. Edhe nuk e di kush on. Ebu Hanifa i thotë sem për këtë punë. O thotë jam bë marak me ditë. Thotë se shumë po mdhimet në atë kohë. Edhe Ebu Hanifa thotë u kry. Sot inshallah do ta zbulojmë kush ka qenë hajni. Vin falën në xhami, zakonisht të kalumën i mirë i keq është fal. Edhe Ebu Hanifa kthehet ka xhamati mase që të falën dhe thotë çish do thotë ke ardhur në xhami mu fal, edhe i ke vjedh vllavit tan. Plus që i ke vjedh kur gjon, po thotë hala puplat pas kanë mbet në kokën tonë. Hala puplat e asaj pas kanë mbet në kokën tonë. Njëri prej praneshme ka filluar me shkon në kokën e tina. Edhe Ebu Hanifa e kupton se kush kanë vjedhse. Masi që dalin krejt, shkon të kjo edhe i thot, ktheja vllavit tan. Mos bën kjo punë e madhe, mirë po ktheja, se të këshë çaj. Por kjo ka qenë një lloj metode e zbulimit të Po ashtu, ka qenë një grua që burri vet zakonisht kalumën, burrat kanë qenë interesant. I kanë kërcënu gratë me shkullërzim për hajgare. E bane që të punë, je shkullërzume. Shkove qëtu je shkullërzume, pra së janë menu shumë. Shka i ka thonë burri kësaj gruas? I ka thonë, kime ma përgadit një gjellë me kryp. Me kryp. Mirë për kur ta kërkoj une, kur ta ha, mos me pas kryp që e gjellë. Pra gjellën me kryp, mirë për kur ta ha, sikur mos me pas kryp heq. Kjo është e pamojshme. Shkon të Ebu Hanifja, sa për me tregu këtë rast, thot, barej puna ime, thot. S'ka mundësi me përgadit ushqim këtë formë. Jebe thot i Ebu Hanifja, thot e letë është. Thot po është betu. Së në mashtroj, jam betu që s'ka më të mashtru. S'ka gajle, thët, unë ta që gjej zgjidhjen. Thët merri dhe vez, edhe zi. Edhe gjuj kryp në enën që i zinë këtë vez. Thët veza është ushqem, edhe krypa s'ka mundësi me në vez, edhe i bje që, edhe se këtë i premtimin, po të njëjtën kohë edhe më thonë zbjen shkullërzimin mbi ty. Po kjo ka qenë mençuria e Imam Ebu Hanifës. Po ashtu, rasti i Ebu Jusufit. Ebu Jusufi ka qenë prej nxënësave më të dallum të Ebu Hanifës. Ebu Jusufi ka qenë prej nxënësave më të dallum të Ebu Hanifës. Kur është smur Ebu Jusufi këgjasi shumë, ka shku me vizitu Ebu Hanifja, edhe ka po që ndoshta s'ka shpëtim për ta. I ka rani smur që shtira më shpëtullish, Allahu i madhërisëm me kudretet e tina. Edhe pastaj thot Ebu Hanifja kam shpresu që këtë do të marrëzën vendin tim. Për shkak të mençurisë edhe detyrisë që Allahu e ka furnizuar me ta. Tashmasi të shërohet Ebu Jusufi, i mërrin lajmi i Ebu Hanifës çka ka thonë me ta, për ta. Edhe pak një vet janë çep, edhe kur shkon në xhami, shkon te Ebu Hanifja me mësu, mirë po e çel në shkon me një vend më larg, edhe hap një helikopteri, një ligjërat të re me mojt, zonca këtu me pastash. Pra e merr rolin e hoxhës, pse se pas ka thonë Ebu Hanifja që unë jam meritor për çet punë. Edhe Ebu Hanifja duke dhënë ligjërata, i pyet nxënësat e vet të kushon çaj, thotë a oni hoxhi i ri që ka ardha se i sheh njerëz të tubu, për me ndëgju. Thotë jo është Ebu Jusufi nxënësi vet. Ebu Hanifja i thotë njërin prit praneshme atë që ka qenë djalëshëri, apo shkon më ja bëni pyetje. Thotë thuj, njëri i ka çu rrobat me çep të rroba çepsi. Edhe ta shkurt shkon me mor, ai thotë ja, s'm ke pru rroba. S'm ke pru rroba. Tash i thirr policien, shkojnë e zbulojnë që rrobat janë aty. Tash ai ka kep.
I ka kep. Tash rrobat ky merr, po tash a do të më pagu rroba çipsën apo jo? Nëse thot po, thuj jo. Sa çashtu. Po nëse thot jo, thuj apo sa çashtu. Tash ky shkon edhe e pyet Ebu Jusufin, i thot, ja ban ç't pyetje, Ebu Jusufi thot, nalet thot po do të më pagu. Kjo thot sa çashtu. Pret se ndoket më përzi pak, thot je, s'do të më pagu. Thot as ç'është sa. Ebu Jusufi kur ta kshir tash fizikun e këtij djaloshi, në djaloshërisë ka mundësi me bën këtë pyetje kë. Thot ka vahile kush ta bën ç't pyetje. Kush të mësoj me vetë ç'është? Thot Ebu Hanifja. Për këti momenti e shet që sa shpër hoqë hala se ka arrit gradën edhe shkon ulet tek Ebu Hanifja i thot, o imam, a ki mundësi me ma dhon përgjigjen? A ki mundësi me ma dhon përgjigjen në kësaj pyetje? Thot po. Shkojnë dhe më thonë se në fesë shkojnë gjonat veç halal haram, ban zban, do të pak me tjerë meselet. Imam Ebu Hanifja thot, kjo mesele shkon këtë formë. Thot, e shikojmë robën që ka qep roba qepsi. Në qovë se i ka bon për vete, pra e ka po që pëlhura është e mirë, edhe i ka kej për vete, këtë rast nuk ja pagun, pse se i ka kej për vete. A në qovë se i ka kej për atë që i ka prun, i bje që masane i ka rëndërmen që mi amor këtë tesha, atëherë du të mi pagu punën, pse se i ka kej për ty. Pa kjo është të më thonë Ebu Hanifja rahmetullahi ta'ala ali. Po ashtu, tregohet për imam Ebu Hanifën, edhe me këta po e përmbillim mos me zgjatë shumë, thuhet që kur ka qenë Ebu Jusufi i vogël, baba i tij shumë i varfër. Baba i tij shumë i varfër, tash e ka ndalu prej dersave. Edhe imam Ebu Hanifja i thot, leje se është djalosh i mençur, edhe inshallah do të bëhet prej dietarëve. Thot jo, thot leje se në qoftë se e lën me mësu, ky ka me ngran një lloj ëmbëlsire që në të kaluamën e kanë ngran vetëm halifat e muslimanëve. Kërkush atë lloj ëmbëlsira si ka ngran. Baba vetë thot, po nëse na të pas buk me hangëre, s'ka mundësi kë me pas çet vlerë. Thot leje. Edhe pas shumë fjalimin e lejan me mësu tek Ebu Hanifja, mirë po vjen koha kur Ebu Jusufi bëhet gjykatës suprem në atë kohë. Halife ka qenë Harun e Rashidi. Edhe tash Harun e Rashidi e ka një mbledhje me këshilltarët e vet, po aty prezant ka qenë edhe Ebu Jusufi, që ka qenë gjykatës suprem. Tash kredhja servojnë nga një lloj ëmbëlsire në atë kohë, mirë po halife se vjen ëmbëlsirja ekstra e veçantë për ta. Mirë po duke qenë që Ebu Jusufi ka pas peshë goxha të madhe tek ky halife i muslimanëve, thot njëjtën ëmbëlsirë sjellja edhe Ebu Jusufi. Pra për çat ëmbëlsirë që ka thonë Ebu Hanifja para 40 vjetë, ku më ditë sa. Dhe në momentin që afrojnë, Ebu Jusufi fillon me kesh. Halifja thot, pse po kesh? Edhe i tregon ngjarjen. Thot, me të vërtetë thot ai ka qenë një njerëz shumë i ditur. Për këtë arsye, Sufjan al-Thauri nëse s'gaboj, ose një prej dietarëve të kaluamës ka thonë sikur Ebu Hanifja nuk lind më nana. Për të tregu vlerën, jo për me shenjtru njerëz në këtë ligjërata se na timojt për me shenjtru njerëz, mirë po për me tregu vlerën reale që e kanë pas këta imam të mëdhej tek dietarët e gjeneratave të së kaluamës. E fatkeqësisht që tek ne e kanë humbur, do thon personalitetin e tyre real. E për cilën do të pyetemi para Allahut subhanahu wa taala për çdo shpifje që ka bërë këtij imami, e na kemi duar trokit për të. Pra në qoftë se është shpif për ta, e ti s'ke reagu, po ke qesh, e ke përkrah, do të pyetesh para Zotit, pse se gjaku i dietarëve është i helmum. Në qoftë se e thith helmen çdo lloj forme, ata e dikush e blen s'ka rëndsi, e merr ki mu helmum. E në qoftë se bësh bashkë pjesëmarrës për çështën e këtyre dietarëve, që ky helm ka më të bëj dëm, an dunja në ahiret mbetet mushi. Elusmi Allahun e madhreshëm që të na falë të na mëshiron. Elusmi Allahun e madhreshëm që të sëmurët në Allah të shëroj, të vdekurit në Allah të mëshiroj, walhamdulillahi rabbil alamin.